Kujdoj që do kisha një përshtypje komplet tjetër të ishte i madh pranë meje ose figura atërore, por që sa vite ke pas kur ka humbur jetë? 10 vjeçare. Por kam prania e xhallarëve dhe mamas më ka ndikuar shumë pozitivisht dhe kur nuk e kam ndier mungesën e tij, por që do doja shumë thash të kisha një familje të komplet. Jam natyrë që e dua familjen e kompletuar. Unë si Roven. Më pëlqen një familje të jetë e plotësuar. Kur gjë gjysmake. Me thuaj, si e kujton atë ditë kur e kuptove që babait ka ndërruar jetë? Absolutisht kam qenë shumë e vogël. Sigurisht që pak shumë në memorien time tani më janë shumë pak fragmentet asaj dite. Mos them që ndoshta nuk i mbaj mend më fare, por që mbështetja që kam pasur gjithnjë pas nga familja ma ka zhdukur si bashllëk. Absolutisht po. Më shumë e ndjej mamaja ime dhe unë se jemi shumë të lidhur njëra me tjetrën. Të jetosh një familje vetëm unë dhe mamaja, e kupton më së miri dy femra një familje e vetme. E kupton që thotë mungoj prindi ose figura atërore ose krahu mashkullor. E kuptoj